Dhunën tek të rinjtë nxisin koha e tepërt e kaluar në internet, mungesa e aktiviteteve në jetën reale dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve agresive. Këto janë disa nga gjetjet e projektit promovimi një mjedisi të sigurt shkollor i realizuar nga sektori OJQ-ve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Projekti thekson nevojën që ekspertët të punojnë jo vetëm me viktimat, por edhe me autorët e dhunës. Dragiz Mianace nga Ambasada e Fëmijëve me Gjashi theksoi se dhuna në vendin tonë nuk është vetëm fizike, por edhe verbale dhe kibernetike. Тешко се воспоставува родителска контрола, а уште потешко довербата на родител кон дете, а уште потешко триаголникот кој го инсистираме е родител, училиште, ученик. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Вие се сеќавате, имавме една кампања порано, зборовите може да повредат, да ги сензибилизираме децата дека секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Drejtori ekzekutiv i koalicioni organizatave rinore Sega Zoran Ilieski theksoi se ligji për arsimin fillor dhe të mesëm u garanton zënësve pjesëmarrje aktive në organizata dhe iniciativa studentore, një hap i rëndësishëm drejt parandalimit të dhunës mes bashkëmoshatarëve. И сметам дека таа е алката која што треба да ја изгради довербата и таа е алката која што понатаму во училиштето ќе може да се слушни што е она што им смета и што е она што им треба. Elena Ivanovska, sekretare shtetërore në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, vlerësoi se dhuna mes bashkëmoshatarëve është një sfidë komplekse që kërkon angazhimin e të gjithë aktorëve në shoqëri. Nënvizoi se ligjet dhe mekanizmat ekzistues duhet të zbatohen realisht në praktik. Најлесно е да седнете и да напишете закон во кој што ќе кажете дека учениците имаат ученички парламент, имаат ученички правобранител. Суштината е тие мерки напишани на хартија да заживеат и драго ми е што учениците почнуваат да ја согледуваат својата значајна улога во градењето на една култура и средина каде што тие поминуваат поголем дел од времето. Pas incidentit në shkollën fillore në komunën e Gazibabës, ku një i mitur u plagosë nga bashkëmoshatari i tij me mjetën pret, dje Ministri e Arsimit Vesna Janevska kërkoi ndryshime ligjore për ndëshkimin e prindërve të fëmijëve që ushtrojnë dhunë në shkolla.